Kushtetuta është ndryshuar sa herë i duhej dhe sa herë i ka konvenu pushtetit. Me Enver Hasanin si kryetar gjykatës kushtetuese, kushtetuta është shndruar në instrument për hapjen e rrugës së Serbisë në Kosovë, por edhe për zgjatjen e jetës së pushtetit PDK-s. Enver Hasani i ka shërby PDK-s kur ka bërë interpretimin për grupin më të madh parlamentar, i ka shërby edhe kur ka bërë interpretimin lidhur me mandatarin e qeverisë. Kulmi i këtyre skandaleve është falsifikimi i kuorumit lidhur me zgjatjen e mandatit të 3 gjyqtarëve ndërkombëtar që kishte bërë presidentja Jahjaga. Në këtë rast nuk po flasim thjesht për shkelje procedurale, sepse falsifikimi i dokumenteve përbën vepër penale sipas kodit penal të Kosovës. Është e papranueshme që interpretimin e aktit më të lartë juridik të shtetit ta lëm në dorën e një njeriu aq të ulët si Enver Hasani.